Traseja e urës së vjetër të Bunës ka pësuar sërish dëmtime në disa segmente duke vështirësuar ndjeshëm lëvizjen dhe duke rritur rrezikun për qytetarët që e përdorin çdo ditë. Dërrasat amortizuara të kalbura në disa pjesë si dhe mungesa e mirëmbajtjes së vazhdueshme kanë krijuar një situatë të pasigurt, sidomos për këmbësorët, por edhe ato që kalojnë me biçikleta. Problemi bëhet edhe më i dukshëm në orët e pasdites dhe mbrëmjes, kur zona frekuentohet nga një numër i madh qytetarësh. Për shëtitje apo aktivitete rekreative, në këto kushte kalimi mbi urë shoqërohet me vështirësi të shumta, ku çdo hap kërkon kujdes të shtuar për të shmangur ndonjë incident të mundshëm. Gjendja aktuale e urës së vjetër të Bunës tregon qartë nevojën për ndërhyrje të menjëhershme. Segmentet e dëmtuara jo vetëm që pengojnë qarkullimin normal, por përbëjnë edhe një rrezik real për sigurinë e qytetarëve. Traseja e urës së vjetër të Bunës është dëmtuar sërish duke u kthyer në një kërcenim për jetën e kalimtarëve. Banorët e lagjes Liria dhe jo vetëm kërkojnë që të merren masa për riparimin e kësaj ure në mënyrë që të kalohet në kushte normale. Problemi është sepse ju e shikoni si është këto dhe ne me zor kalojmë këtej. Po për fëmijët sa vështirë është? Shumë e vështirë është. Natën kemi frikë me kalu sa tu thy ura. Që ne kemi frikë me kalu se kemi fëmijë të vegjël. Kërkojmë ta baj urën, kërkojmë çdo gjë, kërkojmë. Në këto kushte mbetet e domosdoshme një reagim i shpejt nga autoritetet përkatëse për rikonstruksionin dhe garantimin e sigurisë. Një ndërhyrje në kohë jo vetëm që do të përmirësonte qarkullimin, por do të parandalonte edhe rrezikun e aksidenteve, duke kthyer urën në një hapësirë të sigurt dhe funksionale për komunitetin.